Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë Andi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini në mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbar me programin e mëngjesit të jemi deri në orën 9. Sot jemi ditë e njëjtë, do të shënon 12 shkurt për vitin 2026, duke qenë gjithë patjetër edhe një ditë të mbar. Me programin e mëngjesit si zakonisht do të jemi me Spar, në fakt, tek Shtypi me mediat online, për të zhvendosur në Kosovë, mediat Shtypi shkruar që në kam britur në redaksi, komunikimi së bashku për temën e ditës së vetëm, ka disa çështje në fakt që absolutisht janë të aktualitetit dhe mund t'i diskutojmë. Në rubrikën e hapësirën e të ftuarit do të ndalemi pak tek Kosova, më në fund është konstituuar pra parlamenti, qeveria Kurtit të re, apo edhe çfarë po ndodh në Hag, parashikimi i motit, parashikimi i yjeve, lëvizje automjeteve me shumë interes. Shohim së pari çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sot me gjatë kësaj të enjteje ku ka disa aktivitete që do të marrin vëmendje. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë do të mblidhet sot në seancën plenare duke nisur nga ora 10 për zakonisht çdo të enjte. Në rendin e ditës parashikohet zhvillimi i 2 interpelancave me ministrin e arsimit Mirela Kumbara të kërkuara nga deputetët Erald Kapri dhe Erisa Xhixho. Po ashtu do të zhvillohet një seancë pyetje-përgjigje me ministrin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala, si dhe do të shqyrtohen disa projekt ligje që lidhen me shërbimin e jashtëm, akcizat, TV-shën dhe trashëgiminë kulturore. Në fund seancës janë parashtruar edhe çështje jashtë rendit të ditës, pritet që të ketë diskutime, debate dhe përplasje mes palëve politike dhe po ashtu, përpara se të nisë seanca parlamentare, në orën 9, banorët e zonës së Bakstriollit, apo edhe ata që preken nga projekti TIT në Durrës kanë paralajmëruar që do të protestojnë jashtë ambienteve të kuvendit. Sot mesditë në orën 12 do të mbahet në GKK seanca paraprake ndaj ish-presidentit të Republikës, Ilir Meta. Ai akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë qytetorë, pastrim parash dhe mosdeklarim e fshehje pasurie. Seanca do të shqyrtojë disa çështje dhe në seanca do të shqyrtojë nëse kjo çështje pra dosja Meta do të kalojë për gjykim apo do të kthehet për plotësim të hetimeve dhe të materialeve. Mirë, këto dhe zhvillime të tjera të rëndësishme që do të kemë mundësi t'i ndjekim më pas hapi edhe këtu në Report Televizion. Vjem këto momente me pasqyrën e Shtypit, sot pak më vonë do të shohim gazetën Panoramës, sepse më njëherë do të zhvendosemi me kohën ditore në Kosovë. Disa zhvillime të rëndësishme më në fund pas gati një viti është konstituuar kuvendi, le të themi në një farë mënyrë me drejta të plota, pra që mund të qëndrojë në afat gjatë, sepse një konstituim kuvendi u bë edhe muaj më parë dhe mbi gjithë nuk kemi me qeverinë detyrë, por kemi qeveri të votuar edhe të formuar në kuvend. Që shohim kohën ditore pak shumë shkurtimisht, zhvillimet që janë regjistruar ditën e djeshme edhe mbrëm vonë. Albulena Haxhiu krye parlamentare, Albin Kurti kryeministër, zgjidhet qeveria Kurti 3, po ashtu Albin Kurti ka premtuar investime 1 miliard euroshe në mbrojtje, do të prodhojmë dronët luftarak. Albulena Haxhiu pasi është bërë krye parlamentare ka deklaruar besimin do të nderojë me punë, transparencë dhe përkushtim. Hamza kërkon unitet në përkrajet ish krerëve të UÇK-s në Hag. Bedri Hamza, kryetari PD-k-s, Partisë Demokratike të Kosovës. Lumir Abdigjiku, që mbeti kryetar i LDK-s, ka deklaruar që LDK është e gatshme për bashkëpunim institucional në parlament. Edhe kryeparlamentare dhe qeveria janë votuar me nga 66 vota pro në kuvendin e Republikës Kosovës. Pra më në fund, pas një viti, kemi institucione, formon institucionet në Republikën e Kosovës. Mirë, ka është për kohën ditore, pak më vonë shkurtimisht edhe mund t'i rikthemi, vjojmë në këto momente me gazetën Panorama. Me Shtypin e shkruar, e bëm këtë ndryshim patjetër, duke përshtatur edhe zhvillimin kryesor, sepse mbrëm vonë rreth orës 23 është formuar qeveria në Kosovë për të zhvotuar në kuvend. Shohim gazetën Panorama në numrin e kësaj të enjteje për datën 12 shkurt vitit 2026. E kemi në ekran, e pozicionojmë më së miri dhe vijojmë konkretisht. Krimi ndërkombëtar, zyrtar i lartë amerikan takon krerët e drejtësisë dhe mesazhet që ka përcjell.
Vizita në Tiranë, zyrtari i lartë amerikan Mark Teravakoski takoi dje kreun e SPAK-ut Klodian Brahon, përfaqësues të zbatimit të ligjit, drejtësisë, shoqërisë civile dhe misioneve ndërkombëtare në Shqipëri. Ai zhvilloi takime kyçe me kreun e SPAK të GKK-s, ministrin e Brendshëm dhe të drejtësisë, si dhe me kreun e shtetit Bajram Begaj. Vizita vjen në kuadër të partneritetit strategjik SBA-Shqipëri dhe fokusohet në luftën kundër krimit të organizuar, trafikimit të narkotikëve dhe korrupsionit që kërcënojnë sigurinë kombëtare. Më tepër dhe çdo detaj të mundshëm e gjeni në faqen 5. Diella shkon në gjykatë, aktoria Padit Akshin kërkon pezullimin në thonjze të ministres, më vodhën zërin dhe imazhin. Anila Bisha u shkel kontrata, më kanë shkaktuar një dëm të madh. Lezonim tepër në faqen 4 dhe vijojmë tek politika, edhe replikat për protestën dhe ato që ndodhin në të. Dhuna në protestën e opozitës. Berisha akuza Ramës për skenar gjakderdhjeje. Në mbrojtje të Ballukut reagon edhe kryeministri. Për plasjet, 21 arrestuar, mes tyre 4 të mitur. Procedohen 4 deputet Partisë Demokratike, edhe Kolliçi ndonë se ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë foto, le të themi, në këtë bashkim momentesh apo edhe sekuenca që në Rama Berisha dhe disa momente nga protesta. Zgjedhjet, konstituohet Kuvendi i Kosovës, Albin Kurti formon qeverinë e re, votimi që është bërë dje në Kuvend. Kompensimet, lista me 3527 pronarët që marrin këstin e fundit. Vijojmë me më 17 shkurt vitit 1971, ndeshja me Gjermanin, këpucët Adidas erdhen nga Beogradi me kushtkthimi, nga Uvil Zajmi vjen ky material, interesant edhe për nostalgjikët, mund të lexoni në faqet 14-15. Revolta e ish ministrit komunist. Fashizmi me fytyrë shqiptare, kë akuzoi për tradhti Sejfullah Malëshova më 29 mars të vitit 45. Opinionet e ditës janë këto. Nga Syl Lukshini mund të lexoni kriminalizimi i rezistencës dhe rehabilitimi i Serbisë. Një opinion nga zoti Syl Lukshini në lidhje me ato që po ndodh në konkluzionet përfundimtare gjatë këtyre ditëve në Hag, në gjyqin ndaj ish krerëve të UÇK-s. Arjan Dyrmishi shkruan: korrupsioni elektoral pengesë për antarësimi në Bashkimin Evropian. Dhe për korrupsion elektoral është dënuar me 1 vit burgim, kryetari i Bashkisë Rogozhinës. Së fundmi nga Gjon Ndrejaj, reforma territoriale versus strukturore, për reforma territoriale përballa asaj strukturore. Ishin këto gjitha zhvillimet në gazetën Panorama. Ecim më tej, do të ndalemi me gazetën Tema. Është e radhës, në fotën kryesore është një moment nga protesta e opozitës e zhvilluar pra në datën 10 shkurt, 2 ditë më parë, që do të thotë të martën, pas ditët dhe deri në mbrëmje. Analiza: operacioni fshesa i Sali Berishës ndaj opozitave të reja. Pra operacioni fshesa i Sali Berishës ndaj opozitave të reja. Ecim më tej, Molotovët, Rama krahason Berishën me Mugaben, drejtësi për policët e plagosur. Opozita rikthehet për territorialen, Mazniku deklaron dritarja e ngushtë, agenda e ngjeshur është rikthyer opozita pas debateve në Komisionin e Posaçëm parlamentar për reformën administrative territoriale. Dëshmia e vëllait të dramaturgut të parë shqiptar, kur e takonim në burgun e Burrelit, e themi na kërkonte të heshtnim. Lexonim tepër në faqet 10-11. E theksoj, është rubrika histori dosier me ngjarje të viteve më parë. Paga speciale për agentët e BKH-s në Europol dhe në Strasburg. Antena brenda familjes Muli shpjegon pse përdori adoleshent për molotovët kundër policisë. Ministri i Drejtësisë: si do e prekim reformën në drejtësi. Nga Merobaze mund të lexoni: njeriu që do të vrarët e tij, pra njeriu që do të vrarët e tij. Ecim me një tjetër opinion që mund të lexoni në brendësitë gazetës Tema. Vjen nga Carlo Bolino, i cili shkruan: protestat dështojnë sepse urrejtja e Sali Berishës nuk është ajo e shqiptarëve. Dhe nga Ilir Demalia: shoku Sali dhe kilometri që nuk mbaron kurrë, sepse ka vonuar Berisha, ky është kilometri i fundit e tjerë, edhe një pjesë e mirë me gazetarëve, analistëve atyre që komentojnë jetën publike janë kapur te kjo çështje, pra te ky kilometri i fundit.
Ndërkohë, ne e përfunduam edhe gazetën Tema në numrin e kësaj të enjteje, data 12 shkurt jemi patjetër në gjithat përditshme të vijoj me gazetën Dita, ku zhvillimi kryesor është nga Adrian Thano. Adrian Thano është drejtori i gazetës Dita dhe është ai që shkruan apo që sjell materialin kryesor ditën e sotme. E kemi në ekran, Adrian Thano shkruan Balluku dhe testi i ndërgjegjes socialiste. Pra, edhe njerë, Balluku dhe testi i ndërgjegjes socialiste. Një pyetje e thjesht, por thelbësore. Jo për ata që i tërheq për hunde interesi, por për të majtët e thjesht e të heshtur, të cilët nuk duan që djersa e popullit të shkojë për luksin në një pakice barkë ngopur dhe shpirt zbrazur. Dhe përgjigje për letrën e një lexuesi dhe një kundër pyetje për tamtamet dhe zhurmën e rënë të orëve të fundit në mbrojtje të asaj që nuk duhet mbrojtur. Në faqen 2 mund të lexoni të plot kryartikullin dhe këtë material që vjen pra nga drejtori i gazetës Dita. Nga Emilion Senja mund të lexoni si u pagua suksesi në thonjza me jetët dhe pronet e shqiptarëve në dhunën grabitçare të mbledhjes së borxheve. Ajo që quajt pastrim bilancesh për bankat u shndrua në një tragjedi sociale për mira familje shqiptare, një njollë e rënd morale dhe institucionale ende pa përgjegjësi dhe reflektim. Në faqen 13 mund të lexoni më tepër për të kuptuar konkretisht në fakt. Krahasimi shifrat, Janin Kakavi, autostrada me 6 korsi, 40% më lirë se Qukës Qafploç. Greqia njoftoi zyrtarisht nisjen e punimeve, janë 70 kilometra, shikoni çmimin në brendësi, nëse bëhet një krahasim shifrash, të paktën dhe me ato përllogaritë që ka bërë Gazeta Dita, pra kolegët në Gazetën Dita thotë 40% më lirë se Qukës Qafploç. Rasti Shima, si u pasurua zyrtari lartë i Akshit, padia e aktores, diella me telashe gjyq për 1 milion euro, pra edhe për çështjen e imazhit. Rubrika Shëndetit, Shqipëria po shuhet, lindjet në 2025-ën 74% më të ulta se në 90-ën, vendi po hyn me shpejtësi në një fazë të re të tkurjes demografike. Pra, Shqipëria po shuhet, lindjet në 25-ën 74% më të ulta se në vitin 1990. Vijoj me kujdes me ushqimet ultra të përpunuara, cilat janë, lexoni faqen 21. 85 vjeçarja Dursake thotë se do të ngujohet nëse i prekin banesën, e bëhet fjalë për projektin TID. Banorët e kësaj zone kanë paralajmëruar, duke i bashkuar atyre të Bakstriollit apo edhe në një situatë tjetër që kanë paralajmëruar protestë sot përpara kuvendit, duke nisur nga ora 9 në orën 10 një seanca. Intervistë, ikona e së majtës amerikane analizon Trumpin dhe të ardhmen e SBA-ve. Si e shikon Bernie Sanders vitin e parë të Donald Trump dhe çfarë pret për 3 vitet në vazhdim. Seanca, 2 ditë pas gërdecit, për dhëndrin zohol të kontributit patriotik, si i nguli 19 kulla në 113 m2 tokë dhe ftesa për gjyq. Dhëndri i Berishës, ja marrë për Maltezi, pa ditë gazetarin e njohur investigativ Adriatik Doçi, përmendet gruaja e kryeministrit Linda Rama, çfarë është kodi mafioz kontribut demokratik dhe kush ja firmos lejet për kulla Fatmir Bektashit. Kto ishin të gjitha zhvillimet edhe në gazetën Dita. Do të ndalemi me Telegraf në këto momente. Do të vjojmë me këtë të përditshme, në fakt gjatë kësaj jave, Gazeta Telegraf është sot, ka ndryshuar pak le temi për ata që gazetën e blen edhe fizikisht, ka ndryshuar pak edhe cilësia e letrës. Një detaj, le temi jo shumë i rëndësishëm, por të bën përshtypje në një farë mënyrë kur e merr gazetën fizikisht në dorë. Dhe ato që pasur në faqen e parë, me një letër më cilësore, lexohet më qartë. Vijoj me zyrtari i lartë i Dash, pra i Departamentit Amerikan të Shtetit në Tiranë, takon krerët e SPAK, BKH-s dhe presidentin e Republikës Bajram Begaj. Vizita shpejtë e drejtorit të zyrës për Europën, çështjeve ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit të Dash, është një mesazh i fortë për Shqipërinë, për luftën kundër krimit të organizuar dhe zbatimin e ligjit. Mark Tervakoski konfirmoi se SBA mbështesin gjykatën dhe prokurorinë e posaçme në luftën e tyre kundër krimit të organizuar, korrupsionit, trafikut të narkotikëve. Bashkëpunimi synon të mbështesë institucionet që ndajnë të njëjtin objektiv,
për goditjen e rrjeteve kriminale që sipas SBA-ve cënojnë sigurinë e qytetarëve dhe stabilitetin kombëtar, pra le të themi qëndrueshmërinë kombëtare. Ndërkohë, 10 dosje kanë mbushur furgonat dhe po largohen nga kryeministria. Në faqen 2 mund të lexoni më tepër. Kryeministri Rama shteti kujdeset që 65.000 individ përfitojnë nga shërbimet sociale, të angazhohen edhe familjet e sistemit dhe të përkujdesjes. Mafia Kurum, rrezik për shëndetin, si kaluan mbetjet kanceroze përmes institucioneve si të padëmshme falsifikimeve të Kurum. Kosovë qeveria e re, konstituohet Kuvendi i Kosovës, Kurti mandatohet kryeministër, edhe është zgjedhur, në fakt është votuar dhe Albulena Haxhiu zgjidhet kryetare, betohen deputetët. Vijojmë me qeveria kalon miliardat e tendrave të Akshit dhe sekretet e shtetit në një kompani private. Funerali digital, pas skandalit korruptiv me aferat e Akshit, qeveria propozon privatizimin e tendrave në një dorë, do shqesë aksionet e tendrave të Akshit që arrin në miliarda një kompanie private. Vijojmë me sociale. Vendimi do të falen edhe taksat vendore, ja çfarë përfiton biznesi dhe qytetarët sipas kategorive nga vitet 2014-2026. Ja agaj i ri i fotovoltaikëve mbi tokat e rrëmbyra në Lushnjë. Delina jep me shira për bar kafe restorant mjediset të QSUT-s Nën Tereza për 20 vite. Kap qatë kapësh. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, shkruhet në Telegraf, Delina Ibrahimaj, ka shpallur më 2 shkurt të këtij viti ankandin për dhënien me qira për 20 vite të pronave të qendrës spitalore universitare Nën Tereza me vlerën qesharake 136 lekë për metër katror në muaj ose €1,50. Sipërfaqja ndodhet brenda godinave spitalore dhe privati do ta marrë me qira, do të kryejë investime. Ndërsa sipas informacionit paraprak, ambienti do të tjetërsohet në bar kafe restorant, ndërkohë që onkologjiku është pa ilaçe. Në Telegraf jemi ende vijojmë me rubrikën Mjeku në familje. Komplikacionet e diabetit në sy, shenjat si ta trajtoni, jam mjekimi për tretin e gurve, kockat dhe kollën e thatë, largimi i akneve dhe forcimi i imunitetit me kërpudha. Mozaik dhe aktualitet. Rifat Kullolli shkruan Shqipëria, Big Brother i më i madh në botë. Profesor Ilia Larti, shuarja e shoqërisë tonë kërkon zgjidhje. Agim Janina, 4 shqiptarët e varur në litar gjatë luftës së dytë botërore, Bule Naipi, Profesoni Kogdhima, Fato Berberi dhe Ganimete Trebeshi. Opinionet e ditës. Avokati Zaça Islami shkruan, jashtë bankat po vjedhin paratë shqiptarëve dhe nga Liliana Musaj Saliasi mund të lexoni opinionin, komentin apo edhe analizën me titull BE nuk i beson Shqipërisë miliardat e inteligjencës artificiale. E lëm pas edhe Telegraf dhe do të zhvendosemi në këto momente në Panorama Sport me zhvillime sportive me interes pa tjetër. Derbi nuk mjafton plas tek Dinamo, shojmë pak çfarë ndodh tek ajo që njihet si nëndecja e Shqipërisë. Blut mundin 2-0 Tiranën, Bernard Berisha kthehet në çështjen e nxehtë të klubit. Hedhje sendesh në tokë, fjalë dhe largim demonstrativ në sytë e presidentit Bardhi. Pra derbi nuk mjafton plas tek Dinamo. Shorti për Ligën e Kombeve, syt nga Brukseli, sot Shqipëria një rivalet. Në Bruksel, në fakt, jo në Union të Zvicrës të zakonisht, i dhe të shorti për UEFA Nations League, për Ligën e Kombeve, pa tjetër që edicioni 2026-2027, merr pjesë edhe Shqipëria në short, është në vazën e parë në Ligën C, edhe sonte mëson rivalet. Kupa e Shqipërisë, Partizani, Petëzon Elbasanin, Verdhe Blut akuzojnë gjyqtarët. Të kusht, mundin 1-0 vendasit Skuka është heroi sfidës, merr një 11 metrash dhe kthen në gol. Elbasanasit e kanë me arbitrin që jep një penalti nxjerr me të kuq Gvozdenovic dhe Kasan Kërnaja. Më kanë akuzuar, por mbaj përgjegjësi, ofendimet në kor të turpshme, deklarata, borshi, vllaznia, pse jo do pjetë si në 72-shin, pra pse jo të fitoj edhe titullin kampion edhe Kupën e Shqipërisë. Brek detarët e uta në krizë, 3 vendimtare për të shpëtuar sezonin. Flamurtari, Lalusi, me Morieron, humbasim edhe kundër Dinamos.
Jovanovic, Apolonisti vodhën 12 pikë. Trajneri serb shpërthen dhe rreshton rastet e dyshimta në kampionat. Drejtësia po deformon garën, pra drejtësia sportive në këtë rast, arbitrat. Skiatori kuqezi, Shqipëria debuton në Milano Cortina, xhepa në vendin e 34, bëhet fjalë për lojrat olimpike dimrore. Vijoj me Gjeorgjani, Kaladze, pas Silvion, Milani nuk është më Milani im. Aston Villa në Champions, Manchester City bën presion Arsenalit me 3 golësh. Bëhet fjalë për ndeshjet e Premier Ligës luajtur mbrëmjen e dieshme ka fituar edhe Liverpooli. Në Spanjë dark uniteti tek Reali, Flick deklaron nuk më intereson. Kupa e Gjermanisë mungonte prej 6 vitesh, Bayern i rikthehet në gjysmëfinale. Ishin këto gjitha zhvillimet dhe materialet në Panorama Sport. Ne në këto momente vjojmë pasqyrën e shtypit edhe një herë me mediat online. E nisëm me to në fakt, e nisëm me konditore për të marrë zhvillimet më të fundit që vinin nga Kosova, sepse me të vërtet kishte patjetër. Në këto momente fokusohemi në shqiptare.com, është faqen zyrtare në internet dhe zhvillimi kryesor ka të bëj me Kosovën, merr fund ngërçi politik në Kosovë, pas një viti dhe pas konstituimit të kuvendit, vot besohet qeveria e re. Kurti ka deklaruar barazimi i ish drejtuesve të UÇK-s me regjimin e Miloševićit i padrejt, ndërsa në këtë foto është momenti kur vot besohet qeveria e re e Kosovës, në mos gaboj me 20 ministri ose 20 shkojnë në total. Vijoj me editorialin e ditës, pra qëndrimi redaksional të shqiptare.com dhe Report TV vjen nga gazetari Carlo Bolino. Protestat dështojnë sepse urrëtia e Sali Berishës nuk është ajo e shqiptarëve. Cinizmi me të cilin Berisha përmbys akuzat, duke fajsuar policët pse janë mbrojtur nga bombat Molotov të tij, është i turpshëm, thekson ndër të tjera. Vijoj me Belind Kolliçi në SBA, policia e shtetit nxjerr blof Berishën, është vendosur nën hetim për organizimin e protestës, jo për kundërshtimin e policëve, që nëse nuk ishte fizikisht, nuk ishte si ta bënte diçka të tillë. Kërkohet pezullimi i ministres Diella, aktoria Bisha bën padi, u shkel kontrata të mos përdoret imazhi im, dua dëmshpërblim 1 milion euro. Patjetër që dëmshpërblim nëse do të ndodhi në gjykata me një vendim do të jetë nga shteti shqiptar. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore në shqiptarja.com. Konditoret do ta lëm pas. Në fakt do të kalojmë drejt për drejt në mediat ndërkombëtare me Corriere della Sera, sepse nga Kosova pra i morëm zhvillimet. Atëherë, vjojmë në këto momente me median prestigjioze italiane që përcjell edhe zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Si zhvillim i fundit në foto është Donald Trump, presidenti i SBA-ve. Atëherë, çfarë ka ndodhur në SBA, dhoma e deputetëve ka votuar bllokimin e tarifave ndaj Kanadas. Janë edhe 6 deputet republikan kundër Donald Trump, pra 6 deputet partisë të tij kundër presidentit amerikan. Ndërsa ai, në lidhje me këta deputet republikan që kanë votuar dhe kundër tij, ka deklaruar që do ta paguajnë. Pra, le të themi i drejt për drejt presidenti amerikan. Vijoj me, Italia është e gatshme në fakt që të jap edhe armë Kievit, pra Ukrainës. Dosier, le të themi një rubrik dosier, Bashkimi Evropian, sot në një farë mënyrë, ndoshta mund të ketë një mbledhje, një takim të liderëve të Bashkimit Evropian që të bëjnë ndryshime të rëndësishme, që nga taksimi apo edhe Eurobondi tek Ukraina dhe jo marrëveshja e gjelbër, pra Green Deal, siç mund ta themi në anglisht, pasqyrohen pra të gjitha variantet edhe temat në brendësi. Në foto është Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian. Janë në kohë reale dhe rezultatet nga lojrat olimpike dimrore Milano Cortina 2026. Mirë, ishte gjithçka edhe në Corriere della Sera dhe kjo ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme. Në këto momente do të shohim pak çfarë shkruan në shtypin e ditës si sot 33 vite më parë. Gjëmët shkurtë vitit 1993, në arkivën tonë në fakt nga kjo periud kemi paktën për këtë datë vetëm zërin e popullit, organin apo botimin e
Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ka rëstisur ditë e premte, 12 shkurtit vitit 1993. Dhe shohim, fokusohemi më konkretisht. A u mbyll Akademia e Shkencave? Bravo! Sukseseve të reja të qeverisë demokratike Meksi, shqiptarët i vetëm i komb me 2 akademi të mbyllura. A u mbyll Akademia e Shkencave? Vijoj me Bulqiza, përballë dimrit politik revanshist të Partisë Demokratike. Një material që po ashtu zë një hapësirë të madhe. Vijojmë në zërin e popullit të 93-shit. SHBAT nuk e ka ndryshuar qëndrimin ndaj Kosovës. Veprime që nuk i shërbejnë demokracisë shkollës sonë nga Elis Sinani, skorta e reduktuar e zyrtarëve i qepet nga pas ansamblit, vijoj me Zoti Qazim Gjonaj, përsëri në tempullin e lartë të drejtësisë, replik, tentativë skutash të një pseudo-intelektuali, dhe së fundmi, njerëzit e ligjeve shkelin ligjet, nga gjykim çuni ky material, dhe u mblodh kryesia e lidhjes të gazetarëve të Shqipërisë. Kjo është faqja e parë e zërit të popullit për ditën e premte, 12 shkurt 1993, me disa zhvillime interesante, në fakt mbi të gjitha, nëse dhe shkurtimisht siç sapo bëm tani, i rikthejmë në vëmendje. Jemi në studio me një zhvendosim me pamje drejt për drejta në rrugët e kryeqytetit dhe patjetër në komunikim me Eldin nga Taksi Lux Albania për të parë pak situatën me trafikun. Eldi, mirëmëngjes, përshëndes, të uroj një ditë të mbarë. Moti sërish i paqëndrueshëm fakt gjithë kësaj jave, besoj nuk ka reshëshiu për momentin, çfarë situate kemi? Po Andi, mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj ditë të mbarë. Unë aktualisht bëj një përshkrim dhe bëj për konkluzionet e nëpërmjet rrugës Dibrës dhe ose rrugës Hoxha pra midis arku që unë lëviz zakonisht që të monitoroj trafikun. Aktualisht jemi ditë pozitive, jemi e njëjtë. Gjithmonë të tentet na japin mundësinë që mos hasim shumë probleme në kryeqytet, do të mban gjithmonë këtë trendin, vetëm me ndryshime të vogla. Një aks kryesor, për shembull rruga Elbasanit, për momentin është e paprekur nga trafiku sa u është bush. Rruga e Kavajës, kombinat, 2 kryqëzime kemi, zona Ish Mistomame dhe rruga 3 Dëshmorët. Unaza madhe sot nuk vjen me trafik nga zona e Pallatit Meshiljeta deri tek Ish Dogana. Kthesa Kamzës dhe Durrës Tiranë pak probleme, jo intensiteti i madh. Semafori Laprakës Lord Byron, kryqëzimi më i madh dhe më i rëndësishëm i kësaj zone, qarkullon pa problem, pra kozjetja e semaforit si majtës për Lord Byron dhe vazhdimi drejt për rreth i Zogut, gjithë aty situata është e qetë. Kemi lanën po ashtu situatë pozitive, Shkozë, Pallat Meshiljeta dhe Anasjellës, nuk kanë probleme dhe këto qarkullojnë lirshëm. Andi dhe pjesa tjetër, farmacia 10, kryqëzimi Don Boskos, aty kemi vetëm 2 kryqëzime me trafik të lehtë. Pra nuk është se ka ndonjë problematik edhe kjo zonë. 2 kryqëzime është Reshit Petrele me pak trafik dhe rruga Asim Vokshi, duke ardhur gjithmonë me drejtim kryqëzimin e Don Boskos. Unaza vogël ja dhe bashkë kaluam zonën e Selvis drejt në Kaçër dhe këtu është një situatë me pak trafik, edhe rruga Xhadasin, rruga Gjosh Bush, barikadat, Urani pa në Zogu parë që kanë tendencën e Unazës vogël, që lëvizin për Unazës vogël dhe këto qarkullojnë pa probleme. Jo më shumë se 10.000 metrë. 10.000 metrë, 40% e Tiranës përbën trafik sot dhe është nga ditët më të mirë që ne japim gjithmonë jeon kësaj dite, sepse është nga ditët më të mirë që ka kryeqyteti me numër shumë pak mjetëve, se shikohet ka monitoruar dhe rrugën e Arbrit që vjen në zonat veri lindore Tiranës, si Peshkopi, Bulqiz, Burrel, kanë tendencë të vinë nga rruga Arbrit dhe këto kanë ardhje shumë me numër të pak dhe kjo ne e mundësinë që më ja dhe një drejtues mjeti që kthejnë makinën në rrugë, në kryqëzim, domethënë dhe kjo është gabim shumë i madh për një drejtues mjeti që duhet të lëvizë drejt dhe nuk duhet të pengojë të dy krahat sepse bëhet situatë trafik. Lidhja parë, jo më shumë se 10.000 metra, hapësira 40% është ditë për favor. Faleminderit, përshëndes, pami shumë e bukur që vjen nga automjeti që është Eldi në lëvizje me gjitha ngjyra e qiellit. Moti në fakt në orët e parë mëngjesit ishte krejt gri edhe i zënë edhe tashmë kemi një mot pak më të hapur. Mirë, falenderoj Eldi, në këto momente me njëherë nisim komunikimin
së bashku. Tem kryesore vjon mbetet protesta e opozitës dhe le të themi gjithë çka ndodhi, le të themi ka qenë apo jo dhunë, gjitha reagoi dje edhe kryeministri, edhe krye Partisë Demokratike po ashtu, kështu që dhuna, ato bombat molotov artizanale etj dhe dje kanë përplasur Ramën me Berishën. Ju si e mendoni, si e konsideroni, si e cilësoni një moment që do të jetë edhe një tjetër protest më 20 shkurt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni, numrat e kontaktit janë të njëjtat, i keni më njëherë në ekran. Përshëndetje që mos u mbasim kohë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju urojmë shëndet. Faleminderit edhe unë ju përshëndes. Më vjen mirë që bëni pjesë e programit edhe ju dëgjoj me kënaqësi. Për protestën që është bërë, Po. aja nuk që protestë, aja që luftë. Luftë? Pse në ato kufit e luftës? Aja që mi fjalë i vllai luftës. Të qëllosh në politi, në molotov, të qëllosh në politi me sende të rëna, e të hodhish të zjarrit i djegësh, ata qofshin ata që janë. Një, kjo. Megjithatë ata e din partitë vet, po desha të them vetëm një gjë tjetër, unë që më kanë ngjitur si merak. Patjetër, ju dëgjoj. Këta doktorata që i qita ty të këta ilaçet për gjunjët, për shtatën, për që janë këta, për seksa, për këta, ata i kanë marrë, unë për gjunjët një që i vuj vetë, një me patërita, e për kratë, unë nuk më kanë bu as i gjunjë komple, as i gjunjë. Shiko, zotri, ju keni mendimin tuaj e tjerë, çështjet shëndetësore, këshillat shëndetësore e tjerë, janë në fakt edhe individuale, edhe specifike, ato janë, të kuptova, të falenderoj, të lutem, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, sepse edhe kohën nuk kemi. Unë eksaktësisht në këto mendem besonim, zotria ka mendimin, ka perceptimin e tij edhe gjithçka tjetër, por çdo gjë që përmendi zotria këshillohet nga mjekët. Besoj ju këtë e keni parë edhe e keni kuptuar. Kështu që në këto momente me vërtet kalojmë një këshill shëndetësore me shumë interes absolutisht për gjithë ata që kanë probleme me prostatën. Natyra Therapy, gjithmonë e theksoj, çdo mëngjes, gjithë ata që na ndjekin, po kanë nga ata që ndoshta vinë edhe për herë të parë në ekranin e Report Televizion. Natyra Therapy still Prostatal Complex, rrezikë ideale perfekte. Ndjekim edhe shembuj të suksesit absolutisht tek ata që e kanë marrë, e kanë provuar dhe efektet kanë qenë fantastike, por edhe këshillat e mjekëve, edhe me gjithë numrin e telefonit në ekran që mund ta bëni me njëherë tuajin. Vjen këto momente me horoskopin ditor pra parashikimin e yjeve për sot, për këtë të ende dhe për datën 12 shkurt. E ndjekim dhe rikthehemi për të vjuar komunikimin së bashku. Dashi, do të keni shumë keq kuptime sot në jetën tuaj në çift dhe nuk do të kaloni një ditë fort të bukur. Partneri do të jetë edhe më kokfort se ju, prandaj po nuk bëhet lëshime, gjëra do marrin ta të pjetën. Për beqarët do ndodh një takim jashtëzakonshëm. Në planin financiar mos bëni çmenduri, sepse do pendoheni më vonë. Ruajini gjendjen sa më të stabilizuar. Demi, ditë shumë e qetë, madje më tepër se sa duhet kjo e sotmja për të dashuruarit. Her pas here edhe mund të mërziteni duke mos provuar asnjë lloj emocioni. Beqarët do të jenë të përqendruar në një çështje me rëndësi në jetën e tyre, por një person i shfaqur papritur do i bëjë të mendojë edhe për dashurinë. Gjendja financiare do jetë goxha delikate. Binjakët, prania e partnerit do të jetë shumë e rëndësishme për ju gjatë kësaj dite. Ai do ju mbajë gjithmonë pranë dhe do ju dashurojë ashtu si vetëm ai di. Beqarët do ndërrojnë më shumë se sa duhet dhe realiteti mund t'ju duket edhe më zhgënjyes. Me financat mos u tregoni impulsiv, por mundohuni të mblidhni disa para për të ardhmen, do ju duhen. Gaforia, pas një periudhe të turbull dhe me debate në jetën tuaj në çift, sot do rikthehet entuziazmi dhe harmonia. Do bëni edhe më tepër për njëri tjetrin. Beqarët do kalojnë një ditë të këndshme edhe pse nuk do gjejnë princin e kaltër. Ata nuk kanë kërkuar me ngulm krijimin e një lidhjeje. Në planin financiar duhet me patjetër të kufizoni shpenzimet që t'ja dilni. Luani, zjarri i pasionit do rindizet gjatë kësaj dite për ata që janë në një lidhje. Gjithçka do ju duket si një ëndër, sepse kënaqësitë do jenë të pafundme. Beqarët do vazhdojnë njohjen me dikë që kanë takuar para pak kohësh, ende nuk ka ardhur koha për të filluar një lidhje. Për financat, mos ju besoni as pak njerëzve të huaj, sepse do gaboni rënd. Virgjëresha, pasioni në çift do shtohet edhe më shumë gjatë kësaj dite.
Do ndjeni mjaft mirë në krahët e atij që doni dhe as që do ju shkojë në mendje ta tradhtoni. Në fakt, të shumë do jenë ata që do ju joshin. Beqarët duhet të lënë veten të lirë dhe të përfitojnë sa të mundin nga ftesat që do ju bëhen. Me financa do jeni realiste dhe nuk do keni as vështirësinë më të vogël. Peshorja. Pas një periudhe të vështirë për jetën tuaj në çift, më në fund do i zgjidhni problemet në çift dhe do jeni disi më të qetë. Do dini edhe të kërkoni falje. Beqarët do jenë në ditën më të mirë të mundshme për të filluar një histori dashurie. Mos bëni asgjë vetëm se ju thon të tjerët. Në planin financiar mund të kryeni edhe investime dhe situata do mbetet e qëndrueshme. Akrepi. Nuk do mungojnë as debate dhe as momentet interesante gjatë kësaj dite për jetën tuaj në çift. Gjithsesi mbrëmja do mbyllet e qetë dhe e ngrohtë. Beqarëve do ju duhet të bëjnë në zgjedhje të vështira sepse mundësitë për takime do jenë të shumta. Në planin financiar nuk do keni vështirësi për shkak të ndihmës së disa familjarëve, do ndiheni të qetë. Shigjetari. Po nuk toleruat dhe po kërkuat me ngulm të dale juaj në jetën tuaj në çift, do keni goxha probleme me partnerin. Kujdes. Do bëni shumë persona për vete sot, juve që jeni në një lidhje, dhe më pas do keni dyshime për zgjedhjen që duhet të bëni. Dëgjoni edhe këshillat e miqve. Sektori financave do jetë shumë pozitiv, madje mund të hiqni edhe disa para më njanë. Bricjapi, mundohuni të jeni më të kuptueshëm me partnerin tuaj sot, sepse përndryshe ai mund të kërkojë strehim tek dikush tjetër. Mos u mërzitni më pas nëse ngeleni vetëm. Beqarët kanë më shumë mundësi të dashurohen me persona të divorcuar dhe me fëmijë. Financat fatmirësisht nuk do kenë vështirësi, përkundërzi gjendja për disa do përmirësohet. Ujori. Ata që kanë kaluar një fazë të vështirë do ndihen disi më të qetë gjatë kësaj dite. Nuk do jeni më nervoz pasi çdo gjë do e keni sqaruar një herë për gjithmonë me partnerin. Beqarët do kenë më shumë fat se kurrë në dashuri dhe më në fund do e ndryshojnë statusin. Në planin financiar do jeni shumë të kujdesshëm dhe do arrini të ruani një gjendje shumë të mirë. Peshqit. Partneri do ju bëjë deklarata të forta gjatë kësaj dite dhe do ju kërkojë të merrni edhe disa vendime të rëndësishme. Mendohuni mirë para se të vendosni. Beqarët do jenë më të duruar dhe do presin çastin e duhur për të filluar një lidhje. Në planin financiar do ndërmerrni rreziqe, por në fund do arrini të përmirësoni goxha gjendjen. Vjen këto momente komunikimin së bashku, tema ditës që ka të bëjë edhe me protestën e opozitës, dhuna, përdorimi molotove, edhe gjithë që ka ndodhi, kam përplasur në reagime dhe në shëndrime ditën e djeshme kryeministrin me kreun e opozitës. Mane me njërë telefonatën e radhës, përshëndetje, mirëmëngjesi, e kemi bisedën në studio. Të përshëndes, zotri. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje nga në ime, ju gjoj me kënaqësi, që të mos të mbasim kohë. Ju falenderit që na flisi dhe që na mendoni për juve. Për neve, dëgjoj këtu. Patjetër, po ju dëgjoj. Për sa i përket protestës. Sa të jetë Sali Berisha, nuk mund të fitoj asnjëherë Partia Demokratike. Përveç ato që ka bërë që i di gjithë populli mos i përsëriti. Okej. Po. E dyta. Po. Për sa i përket Edi Ramës, duhet që të përullet dhe të jetë i gatshëm të përgjigjet ligjeve, gjykatës. Për arsye se ai foli që unë e bëra drejtim dhe ai është ai që do të shkojë drejtim. Largoje pak telefonin ose ule pak. Duhet ta bëj dorëheqjen, e duhet ta kishte bërë më përpara. Ky është vendimi im dhe ai tash nuk mundet të vazhdojmë prapë me Sali Berishën, si që ka bërë ato takimet e tja, por duhet të ikë direkt nga politika Saliu edhe Edi Rama. Dakord. Faleminderit. Të përshëndes. Të përshëndes për telefonatën, necim me një tjetër opinion. Ju lutem le të jemi të pozicionuar sa më mirë telefonin edhe kjo është e rëndësishme. Përshëndetje për zhvilluar bisedën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Andi. Të përshëndes sërish nga Gjermania, po në mos gaboj dje diskutuam, për mua je i mirë pritur, po që mirë të solli dhe sot në program. Faleminderit që në ndjek. Nga Greqia, jo nga Gjermania, jenë nga tru. Ndjes, jam nga truar, të kërkoj ndjes. Se dje thonë me një zotri që ishte në drejtimin e një kamioni po punohet, në Gjermani punohet. Ti telefonon nga Greqia, të përshëndes, me kënaqësi, ndjes.
Po, edhe unë me kamion jam, po s'ka gjë. Po kishit edhe një ngjashmëri të madhe me zotrinë, prandaj thash u habita. Të dëgjoj me kënaqësi. Po. Tani, për sa i përket protestës, një të përshëndetje djali mirë, po je dhe ti çik shumë pro qeveritar dhe prishi çik veten këtu. Jo se ka një të keqe, po jo pro hajdutëve. Pro qeveritar nuk ka gale. Pro hajdutëve nuk do t'jeni. Të dëgjoj, se nuk kemi shumë kohë për të bërë bisedë të gjatë së bashku. Nëse do bash pro hajdutëve, nesër do injorohet si Bekiri, apo Meqe, se ka qenë dhe demokrat gjashme, edhe nesër dhe gazetari humbur. Më mirë vjo meru me mua, se sta me zotrinë, se nuk janë këtu. E kupton? Po, jo, do të themi mos u bën si ata, pra ne e këta fjalë. Jo, të dëgjoj me vëmendje, për mua është e rëndësishëm mendimi juaj. Unë nuk jap mendim këtu, ti e di. Unë bëj pyetje nga të gjitha llojet, se unë kjo është detyra ime. Ti mendon se ke krijuar atë përshtypje, është e drejta jote, po ju dëgjoj. Jo, po të ngjoj unë Andi, të ngjoj për ditë, do ditë të ngjoj. Ne herë flasim, po do ditë të ngjoj. Ka të tjerë që mendojnë të kundërt të tuaj, por ju dëgjoj. Problemi është se më duket se sot ka shumë arsye për të protestu, luft nuk mund të bëjmë. Po faktikisht, kur ti mua më vjedh çdo ditë, çfarë bën ti si kur tjetër vjen fut dorën në xhep? Sulmon apo jo? Do sulmoj. Shiko, edhe ky popull të pyes diçka, me që toni në Greqi. A protestojnë partitë politike atje, apo sindikatat, janë ato që bllokojnë rrugët e këtej andeja për tjerë. Se një protest, të lutem, unë kam parë edhe për plasje, se unë duke folur, duke bërë pyetje, ti krijon një përshtypje, thua Andi është i tillë i atillë. Jo, unë jam këtu, le të themi, bëj punë, moderoj këtë program dhe ju dëgjoj ju, por unë kam parë për plasje, bllokimet makinave të policisë e tjerë nga fermerët, blegtorët e gjitha. Se një protest që ka të irritimin e ka brenda. Jo, mblidhemi sot ne, kushdo parti politike, kushdo, mblidhemi sot, bëjmë atë protestën, ikim, edhe hajde vim prap 20 shkurt, 15 mars, ku t'i gjunë qfarë, kjo s'ka revolt. Mi Morandi, po, kjo qeveri, unë jam dakord me ty, po kjo qeveri nuk pyet, po tjetë pra nej, ja marrim një pjesë opozitare, një pjesë vogël opozitare, se nuk të rëndësi sa e vogël apo e madhe është protesta. Një protest vogël opozitare si puna Adriatik Lapaj. Po bën 2 muaj që proteston. Më shumë se 2 muaj. E ka dju njeri. Aty është. Po e djon njeri. E ka dju kjo qeveri. E ka dju këta lëpirsat e Edi Ramës që shkojnë e ishajnë demokratët që protestojnë. Apo kur këta i ka harrun ato bishtat e kasmave që i bien politave dhe sot thonë se po hedhin një shishe me benzina dje, edhe po digjen politët. Të më thënë ai populli, ai deputeti, me 21 janar vërte u vranë 4 qytetarë. Po nuk u ceka si deputet i Partisë Socialiste ku hobin lartë një popullin. Tau, me mirëpeshjen e gjena ta. Nuk janë më të rëndësishëm deputetët se qytetarët. Jeta, po dhe çdo rrethant tjetër. Nuk janë të rëndësishëm, po janë të dukur. Janë figura. Se një deputet e kanë vjedhur mira qytetarë. Një qytetar i përfaqëson vetëm veten e tij. Të lutem, nëse ke diçka për ta mbyllur, nuk di domethënë, si ti vësh ka pakun në rastin e Balloko atje etj. Po prit pak se ke fol më shumë ti do unë. Po jo, mos ka folur shumë, pyetje po të bëj. Kur bëjmë pyetje duke s'u flasun. Ja dy djalë të. E mbarove edhe rrugën, apo ke rrugë të gjatë? Do e mbarove rrugën, se jo, unë kam rrugë gjatë shumë, po që flasim ja jone po. Po jo tani se ne kemi kohën kështu shumë të shpejtë domethënë, ti ke rrugë gjatë se jam punë, po na thuaj. Unë të kuptoj, po nuk arsyetova si gjë që ta doja thoja, pranoj. Dy fjalë dhe mbylla. Eksakt. Dy fjalë dhe mbylla. Në kanalin ta të flasin shumë të majtë, pranoj do të na loj pak edhe ne si të djathtë, se unë qëm nuk kam në testë partije. Edhe unë babën komuniste kam pas po tjetë pranoj. Po ti lejon shumë të majtë aty dhe flasin gjithmonë, këtu vetëm të majtë dalin ke Alorëpon. Pranoj, du të themi, du të kenë zorë ata njerëz që sot përmenin se si protestojnë, kur ata kanë bëjnë protest fliqur, një. Dhe sot duhet protestojnë ti gjithë,
Se po vidhemi, pra nej, do të protestoj një gjithë. Okej. Faleminderit. Më regu, shumë faleminderit edhe ty. I mirë për program. Edhe punë të mbarë. Punë të mbarë, të falenderoj të përshëndes. Gjithë mira, të falenderoj edhe vlerësoj, ecim me njerë me një tjetër opinion. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Këtu nuk ka boj, këtu e di që dole edhe dje, dole edhe sot. Është zotrini ka bova. E di pse dola prapë sot. Ma thuaj. Duhet i më shoj shumë asaj maskarade që bëri Partia Demokratike, e ashtu quajtur demokratike, se demokraci në partin nuk ka pasur dhe kur nuk do të ketë. Zotrin e djove, po mendimi është i lirë, është i gjithë të cilit, okej. Natyrisht po, por veprimet e asaj bande të armatosur atje në shesh, nuk janë gjë tjetër veç se veprime luftarake kundrejt policisë, e cila me seriozitetin më të madh dhe me bindjen karshi ligjit nuk veproj kundër tyre as një gram. Tani, çfarë duhet bërë me këtë njeri i cili për hallin e vetë dhe të familjes vetë, kërkon të, jo atë pjesë që çoj atje, po kërkon gjithë Shqipërinë ta ngrejë dhe ta bëjë copa, vetëm të shpëtoj nga non grata dhe nga korrupsioni masiv që ka kapur si familje. Sepse nuk është e vetmja familje e shpallur në botë si non grata, me fëmijë, me grua, me gjithë. S'ka bërë vaki edhe në vendet më diktatoriale, edhe në vendet më të korruptuara. Prandaj, kjo drejtësi, me çfarë do të merret? Në qoftë se nuk do merret ta izoloj këtë brenda hekurave, ky është një përbindës i cili po na kthehet në mangth. Nuk është puna se ky do përmbys ndonjë gjë, sepse përmbysja bëhet me voti dashur Andi, por problemi është që çfarë do bëhet me këtë duke na sjell normalitetin. Kemi nevojë të ecim me makinë, të ecim te bulevardi. Ky na bllokon çdo ditë hanë bulevardin. Ky na bllokon me molotov, me çdo gjë luftarake. Tani, si do vej kjo punë? Do ta lëm të lirë këtë? Kur ky dihet se çfarë ka bërë, ka vrarë, ka prerë gërdecin, bulevardin, gjitha. Kjo palodrejtësi, e cila ne besuam shumë se do të ishte tamam drejtësi ere, si është e mundur që nuk heton këto ngjarje historike të cilat vlen për të dëshiruar. Janë në hetim, edhe 20 janari ka diçka të re në hetim apo të tjerë që edhe zotërian fjalë është pyetur, po të shohim si do konkludohet dhe nuk e dim çfarë, edhe për gërdecin ka një gjyq po aq. E ka pasur çdo gjë të re. Mirë po është fshehur, është kamufluar nga drejtësia e emëruar, po nga ky. Ky në vite ka bashkë me BIN, e cila jep leksione për drejtësinë, ky ka emëruar lloj gjyqtarësh dhe prokurorësh, dhe prandaj ata e mbrojnë sot. Çdo bëhet, ky duhet izoluar urgjent. Të kuptova. Të falenderoj të përshëndes për telefonatën, besoj dhe me një opinion, po pak shkurtimisht koha fluturon, urdhëroni mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, shpresoj të kemi një tjetër telefonat apo një tjetër bisedë në studio edhe pa humbur kohë për temën e ditës e jo vetëm, po ka zhvillime në fakt, me kemi diskutuar ndoshta gjatë këtyre ditëve patjetër të marrim edhe mendimin tuaj me një temë dite në hapësirën e telefonatave edhe për gjyqin e hartë që ndodh me ish krerët UÇK-s etj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi. Përshëndetje zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Ju gjejmë faleminderit. Po. Desha t'ju bëj një kritik të vogël në rast fakt, na jepni më tepër prioritet edhe neve që nuk flasim me video call. Patjetër, ju dëgjoj. Flasim për drejtësi. Patjetër. E njëjtë është mënyra, ju dëgjoj, po e drejtë. Më thuaj. Po. Desha të them, nuk e di, më pyesin për çfarë duhet të flas për maskaradën e Sali Berishës. Jo, ne kemi temën për protestën të dhunshme tjere. Protesta, është e lishme, protestën e bën populli. Në protesta është një revolt, domethënë kundër padrejtësisë. Aty mund të jetë çdo njeri i ndershëm, nuk jam dakord dhe nuk duar të rokas kurrë në kurrës atë protestë që bën Sali Berisha. Sali Berisha nuk duhet të ishte më jashtë. E kemi thënë dhe herë tjetër. Nuk duhet të ketë asnjë shqiptar që t'i vej nga pas Sali Berishës. Më dëgjoni? Ju dëgjojmë patjetër. Po.
Për sa i përket me që jemi tek drejtësia, jam shumë e revoltuar me drejtësin, me majën e drejtësisë, që ngriti një këmbë, gjoja për të bërë një hap dhe uli prap këmbër në vend, u paralizua. Në kohën që duhet të bubullinte, në kohën që duhet të gjëmonte më shumë se sa kur, drejtësia e vrau veten e saj dhe shpartalloi kombin ton. Në atë moment, gjithë populli kishte ditë të tëra, muaj të tërë, që priste lindjen e diellit. Dakor. Dhe drejtësia, ajo teqja e nderuar që populli e ka dhënë atje. Okej, mirë, të lutem, të kuptoj. Të falenderoj, përshëndes për telefonatën, besoj e morë mendimin. Të falenderoj ndjes si ju kërkoj, por e gjithë është efekt kohë. Po e kuptove mjaft mirë mendimin edhe për drejtësinë edhe për temën e ditës. Shumë pak në këto momente shqiptar.com, është faqen zyrtare në internet, më informohemi mbi zhvillimet e minutave të fundit së pari. Patjetër sot seanca në Kuvend, 2 interpellanca me ministrin e arsimit Braçi kërkon sqarime nga ministrja Sala për shërbimin mjekësor, një sër projekt ligjesh për votim. Editoriali nga Carlo Bolino, protesta dështojnë sepse urrejtja e Seli Berishës nuk është ajo e shqiptarëve. Vijoj me në SBA, dhoma e përfaqësuesve voton për të bllokuar tarifat doganore ndaj Kanadas. 6 ligjvënës republikanë arrestojnë kundër Trumpit, edhe ky i fundit është revoltuar. Kliçi në SBA, policia e shtetit nxjerr blov Berishën, është vendosur në hetim për organizimin e protestës, jo për kundërshtimin e policëve. Do të kalojmë në këtë moment në pak reklama dhe rikthehemi për të vijuar me shtypi ditës dhe ju dhe në një bisedë fokusuar tek zhvillimi në Kosovë që më në fund ka institucione, le të themi legjitime të tjerë, jo qeverinë detyra, po jo parlament konstituar prej pakosh. Takojmë pas pak. Rikthehemi në studio, rikthehemi në rrugët e kryeqytetit edhe një komunikim me Eldin nga Taxi Lux Albania. Elit, përshëndes. Shumë shkurtimisht lutem, çfarë situate kemi me lëvizjen e mjeteve? Po Andi, përshëndetje sërish, ndodhem pranë sheshit Wilson, të njësia më e madhe administrative në Tiranë, njësia 5, tu situata duke ardhur nga rruga Ibrahim Rugova, Abdyl Frashëri, edhe Suleman Delvina nga Niçi Polevi, situata është e qetë, nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh, vazhdojnë me pak trafik, 2 akset paralele, rruga Durrësit deri tek kryqëzimi maksimumi deri te kryqëzimi Lord Byron, me pak trafik, kombinat Pallat Meshigjeta, rruga Elbasanit sapo kalon shkollën Kosova, trafiku lehtë deri te kryqëzimi me rrugën Elbasanit, pra kryqëzimi bulevardit Zhandar Gjergj Fishta, kemi Unazën nga 2 kryqëzime lidhjen e parë farmacia dhe kryqëzimi Dombosës, për momentin është vetëm një kryqëzim me pak trafik, kemi Lanën pak probleme Zhandarku, gjykata apeli Tiranë deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit, bulevardi Barancuri i kalueshëm në çdo kryqëzim deri tek zona e Brylit dhe Unaza e vogël e Tiranës, pak probleme rruga e Dibrës dhe Suleman Pasha që unë e përshkrova Unazën e vogël e Tiranës, Ibrahim Rugovën nga Det Luli, Banka e Shqipërisë, kryqëzimi tek ish gjykata lart dhe me radhë deri tek fund, pra deri tek libri universitar, dhe këtu kemi situatë jo problematike. Jemi andi maksimumi 15.000 mjete mund të ketë në qarkullim, pra maksimumi mund të jetë 13, mund të varjojë 13 deri në 15.000 mjete, dhe kemi hapësirën po si lidhja parë, domethënë sepse ka kryqëzime që janë përmirësuar, ka kryqëzime që është shtuar pak trafiku lehtë. Pra mbi 60% e Tiranës qarkullon pa trafik dhe jo më shumë se 15.000 mjete. Të dyja lidhjet nuk kanë pas ndonjë ndryshim shumë të madh, ndërkohë që themi që ditët e tjera kemi pas 20-25.000 lidhje që 25.000 mjete lidhjen e parë dhe ka vazhduar trafiku sot, të dyja lidhjet, lëvizjet vogla, jo problematike dhe merite ka gjithmonë e Intja për qarkullimin më të madh dhe pozitiv të hapësirave që ne raportojmë për ty. Elit, falenderoj, të uroj ditë mbar. Faleminderit dhe juve ditë mbar. Faleminderit edhe një me Taxi Lux Albania, udhtoni në mënyrën më komode çmimet më konkurruese. Më në fund, pas një viti, Kosova u bë me institucione, edhe legjitime është konstituar kuvendi dhe është votuar në kuvend edhe qeveria Kurti Trep. Shto ndodhë në fakt me postin e presidentit apo presidentes së Republikës edhe gjyqi në Hag për i shkret UÇK-s. Te këto çështje do ndalemi në këto momente.
Përshëndetëm, i them mirë mëngjes, zotit Afrim Kastolli, publicist, analist nga Kosova, kemi në komunikim. Zotit Kastolli, mirë mëngjes, i faleminderit që jeni në Report Televizion dhe në shtypi ditës dhe ju. Kësia është e imja, faleminderit edhe nga ana juaj. Faleminderit edhe njërë, në fakt që mëngjesin e sotëm, me që zhvillimet ishin edhe mbrëm vonë, programin e njësë edhe në të shfletimin e shtypit të ditës me zhvillimet në Kosovë, sepse me të vërtet më në fund pas gati një viti, institucione po themi legjitime dhe të konstituara, ku vende dhe formimi i qeverisë. Çfarë mund na përcjellësh? Si e shikoni këtë situatë dhe ishte le të themi momenti dur për ta bërë diçka të tillë, nuk mund të kishte më problematika dhe zvarritje? Momenti dur ndoshta ka qenë edhe pas zgjedhjeve të nënshkurtit, mirë po fatkeqësisht skena politike u fut në një krizë dhe vendi u ndodh në një blokadë gati si një vjeçare, duke krijuar humbje të jashtëzakonshme për Kosovën si në planin e brendshëm ashtu edhe në planin ndërkombëtar. Mirë po është e vërtetë tashti vendi ndodhi në zgrip të ekzistencës, sepse nëse nuk do të arriheshin të krijoheshin institucione duke filluar pas 28 shkurtit, atëherë Kosova do të bankrotonte edhe financiarisht për shkak se më sipas ligjeve në fuqi nuk do të kishte të drejtë të ekzekutojë asnjë pagesë dhe do të mbyllej buxheti i shtetit. Në këtë drejtim ky ishte momenti i fundit, të paktën për të marrë frymarrjen në këtë drejtim që njerëzit të kenë mundësi të mos bllokohen edhe financiarisht për aq sa këtë para sa ofron komoditet Republika e Kosovës, buxheti i shtetit e tjera në këtë drejtim. Mirë po jam skeptik, nuk mund të them me siguri të plotë edhe pse u krijuan institucionet se është tejkaluar plotësisht kriza dhe se vendit nuk i kanoset një blokadë e re institucionale dhe politike nëse pozicionet e palëve mbesin aktualisht çfarë janë. Ju kuptoj. Do të vijë edhe aty se ndoshta zgjedhja e presidentit mund të shkaktoj diçka të tillë, por ju do të më thoni më mirë. Ajo që më do t'ju pyes është, duke lexuar mediat për te kufirit para në Kosovë, ishte komentojmë shumë fakti që nënkryetarët dhe nga lista serbe u votuan në blok dhe që nuk u votua si në të kaluarën për shembull Nenad Rashić, por Kurti para shumë votoi një nënkryetar nga lista serbe me cilën kishte thënë që nuk bashkëpunoi. Ju si ju duket apo në këtë situatë e drejtë? Ndëgja, e vërteta është se prej se ekziston kuvendi i Kosovës dhe veçanërisht pas shpalljes së pavarësisë nënkryetarët janë votuar në paketë, në blok. Kështu nënkryetarët e kuvendit. Po, për herë të parë vetëm pas zgjedhjeve të nënshkurtit, lëvizjave të dosje kishte insistuar që të bëhej kjo ndarje siç duket nga kalkulime politike, në mënyrë që nuk ishte interesuar ta ndonte pushtetin me të tjerat apo t'i formonte institucionet e shfrytëzoj edhe këtë temë njërën prej disa sepse ka shfrytëzuar edhe tema tjera, ka shfrytëzuar edhe këtë temë njërën prej përfitimeve të brendshme politike për të krijuar një qarje që kush është me listën serbe është kundër interesave të Kosovës dhe kush voton pro listës serbe voton pro fuqizimit të një agenti politik të Beogradit në territorin e Kosovës. Mirë po duke qenë se pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit Kurti e fitoi atë rezultat që siç duket e ka synuar dhe ka pretenduar, atëherë u kalua në akt praktik parlamentare e cila ka ekzistuar. Po, eksakt, votim në blok. Po, në votim në blok. Ju kuptoj. U formua dhe qeveria Kurti 3. Si të duket përbërja e kabinetit qeveritar? Ka diçka që le të themi ju ka bërë më shumë përshtypje? Me atë që unë pash një pjesë e mirë kanë qenë dhe në të kaluarën, ministra. Po, ka disa ndryshime minore, nuk mund të themi që ka ndryshime substanciale, do thotë nuk është që është në një kabinet shumë premtues sa i përket dinamikave të brendshme politike, ka dhe ministra për cilat ekzistojnë dyshime dhe afera për keqpërdorime. Njëri prej ndryshimeve më interesante, por që deri në këtë moment nuk kemi ende arsyetime zyrtare, qoftë nga lëvizjave të ndosje, është sepse mungon në kabinetin e ri qeveritar emri i zëvendës kryeministrit të parë dhe të emëruarit të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Bisnik Bislimi. Dhe tash këtu a është bërë kjo për arsye personale të vetë apostrofuarit apo kryeministri Kurti ka qenë i pakënaqur nga mënyra se si ai ka menaxhuar këtë proces.
mbetet shihet sepse ende nuk ka dhëna zyrtare nga asnjë raport, mirë po ky ndryshim u dok signifikant dhe të jetë befasues për shkak se njëra prej figurave kyçet kabinetit qeveritar mandatin e kaluar praktikisht nuk ndodhet në qeverinë Kurti 3, e siç dihet ai ka pasur një rol kryesor në temën kryesore me cilën lëvizja vetëvendosje është krenuar politikisht dhe ka investuar në narracionin e saj se si ka arritur të ashtrisë sovranitetin e Veriut, e cila ka qenë një kartë e rëndësishme elektorale dhe që ka ndikuar në maksimalizimin e potencës politike të lëvizjes vetëvendosje. Pra vetë fakti se ai ministri i cili e ka drejtuar atë resort me cilën ky subjekt politik është krenuar më shumë me atë mungon këtë kabinet qeveritar krijon dyshime të ndryshme, por ende nuk mund të spekuloj për arsyet që kanë quar në këtë ndryshim. Çfarë prisni ju, zoti Kasolli, le të themi ju personalisht apo në tërësi dhe qytetarët e Kosovës nga qeveria e re? Çfarë premtimesh janë bërë në aspektet edhe të përditshmërisë pra të ekonomisë dhe gjithçka tjetër? Po ndëgjoj tash unë ndëgjova pak a shumë dje fjalimin e kryeministrit tashmë legjitim. Albin Kurti kishte një fonton dëshira, shprehime të gjithanshme të ta bëj këtë atë. Unë për vetë jam skeptik aty ku ka premtime të jashtëzakonshme, si thot një fjalë urtë popullore për sportin atëherë merre sportin e vogël aty ku ka shumë premtime të mëdha. Ajo që është sfida kryesore me cilën do të përballet kjo qeveri, unë nuk besoj sa i përket presioneve të brendshme, shto edhe faktin se kemi një opozitë kogja të lënduar e cila pësoj si humbje elektorale në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ashtu edhe për shkak të disa aferave që dolën në opinionin publik për keqpërdorime të votave brenda listës së kandidatëve të tyre për deputet, mirë po sfida kryesore me cilën do të përballet, do thotë ekzekutivi i ardhshëm dhe Albin Kurti personalisht nuk ka dyshim se do të jenë presionet ndërkombëtare në drejtim të zbatimit të detyrimeve dhe zotimeve që ka marrë në procesin e negociatave në Bruxelles. Ne e pam dje reagimin e menjëhershëm të shefës diplomacisë evropiane Kaja Kallas, duke i uruar Kurtit për detyrën e re dhe duke ja përkujtuar se do të angazhohet pa humbur kohë për një takim të radhës ndërmjet presidentit Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Kurti. Pra, tema kryesore, do thotë tema makrotema me cilën do ta shoqëroj Kurtin dhe do të jetë ankthi i tij kryesor, nuk ka dyshim se do të jetë tema e dialogut, e cila është një barë shumë e madhe jo vetëm për Albin Kurtin, por për gjitha partitë politike dhe mos harrojmë Kosovë është i pamuheshëm fakti të gjitha qeveritë kanë rënë ose kanë kollapsuar, jo për dinamikat brendshme politike, por kur janë vendosur në situatë pas tek dalje në raport me dialogun Kosovë-Serbi. Dhe në këtë pikë, shto faktin për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhur edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ligjin e ri të mbrojtjes, do thotë edhe administrata Trump e ka shndruar në imperativ juridik zbatimin e këtyre detyrimeve, pra pavarësisht mosmarrëveshjeve që kanë Brukseli dhe Washingtoni është interesant, se sa i përket Kosovës të dy palë tashmë kanë një zë unik në atë se Kosova do duhet të fillojë të vendojë, edhe Serbia për pjesën e saj, mos krijojmë keqkuptime, se Kosova do duhet të fillojë të zbatojë detyrimet që i ka marrë sfida kryesore mbetet ajo e themelimit të bashkisë së komunave serbe, cila ka qenë një çështje që kogja mos madhe ka krijuar tensione politike për një dekadë në Republikën e Kosovës. Dy çështje të fundit, dy pyetje të fundit që kam, zoti Kasolli, Vjosa Osmani shkon drejt një mandati tjetër, si e shikon, dhe ndoshta është kjo çështja zgjedhja e presidentit ajo që mund të fusë shtetin në një problematikë të re apo një ngërshtëri? Jo, unë asnjëherë nuk besoj që çështja e presidentit në vetvete mund të jetë arsye për krizë dhe për blokadë politike. Gjithmonë kjo mund të përdoret si pretekst për ato argumentet që sapo i përmenda, do thotë për shkak të situatës së pashtekdalje me cilën ndodhet ekzekutivi i ri për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Është e paqartë sa i përket Vjosa Osmani, ajo që është e qartë dhe e ditur është se Vjosa Osmani ka bërë ditur ambicit e saj që dëshiron edhe një mandat presidencial, mirë po në dallim nga viti 2021 kur kryeministri Kurti do thotë kishte mbyllur këtë çështje, do thotë nuk krijonte hapësirë për diskutime të tjera, emri Vjosa Osmanit ishte i panegociueshëm. Në këtë rast nuk ka dhënë sinjale të qarta se është pro këtij opsioni, a do ta mbështes apo do të kërkojë edhe ndonjë figurë tjetër politike që kalkulon që është më i dobishëm
për sfidat që e presin në periudhën gjatë këtij mandati ekzekutiv. Pra do thotë ai ka thonë që do të bisedojë me presidentin Osmani, por nuk i ka përjashtuar mundësinë që të bisedojë edhe me subjekte tjera për ndonjë emër që aktualisht në momentin e paqartë që mund të jetë. Mirë, po për ta theksuar dhe njëra për ta përmbyllë pyetjen tuaj, do thotë është që asnjëherë në vetvete tema e presidentit nuk mund të jetë pretekst për blokadë, por mund të jenë presionet ndërkombëtare lidhur me zbatimin e detyrimeve që ka marrë Kosova, dhe atëherë në këtë mënyrë kjo mund shfrytëzohet si pretekst për të bërë kohë dhe më shumë dhe për të ikur për të ikur edhe për sa është e mundur të këtyre detyrimeve, shto fakti se në Serbi janë zgjedhje të jashtëzakonshme këtë vit, dhe atëherë për të pritur se të qartësohet situata në këtë drejtim. E qartë. E fundit pak shkurt të lutem, megjithëse shumë e rëndësishme, po dua mendimin tuaj në lidhje me atë që po zhvillohet në Hag gjatë këtyre ditëve. Si e shikoni atë kërkesën apo të pretencë të prokurisë speciale dhe si mendoni që do të jetë fati i 4 ish krerëve të UÇK-s? Dëgja, ato, tash kjo, sepse prokuroria është e kuptueshme, prokuroria gjithmonë është ajo palë akuzuese dhe zakonisht kur i paraqet argumentet e veta kërkon dënime maksimale. Mirë po e rëndësishme është tash mbrojtja të akuzuarve me një punë të jashtëzakonshme ka arritur të shmontojë disa prej pretendimeve kryesore jo prej kryesore, por thuajse të gjitha pretendimet e prokurorisë, dhe në fund mbetet trupi gjykues, se si do të vendosë, ajo është instanca finale. Mirë po, ajo që unë jam i shqetësuar më tepër, jo as shumë nga pretendimet e prokurorisë, mirë po nga mënyra se si dhe trupi gjykues deri më tani është sjellur në raport me këtë proces. Ekzistojnë dhëna, do thotë që fatkeqësisht trupi gjykues është pajtuar që edhe dëshmi, ato nuk mund të jenë dëshmi për propagandë fabrikuar nga Serbia, i ka pranuar si dëshmi kundër të akuzuar. Dhe kjo është me të vërtetë shqetësuese dhe në anën tjetër ishte skandaloze çësia e prokurorisë duke tentuar që disa prej argumenteve të palës mbrojtëse të prezantuara nga ish figura eminente të diplomacisë të sigurisë ndërkombëtare në kohën e luftës në Kosovë, si zoti Rubin e Clark e të tjerë, të deklaroj se ata nuk ishin informata se çka ka ndodhur në Kosovë dhe se drejt krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës kishin arritur të mashtronin ta emrat e rëndësishme që do thotë që është nonsens logjik, besohet që ushtria ligjore e Kosovës ka pasur kapacitetin e mundësi, do thotë që nësojt një konspiracioni global ti mashtroj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera të demokracisë perëndimore. Unë jam i bindur, thotë që të njëjtit në asnjë rrethon dhe në asnjë mënyrë nuk do të luftonin, nuk do të angazhoheshin për të ndihmuar kauzën e Shtetit Kosovës pa pasur informata të sakta nga agjencitë informative të vendeve të tyre që ajo për cilin lufton ushtria shqiptare e Kosovës nuk paraqet asnjë lloj rrezik për vlerat perëndimore. Ne shohim në shumë vende të botës se si kauza të drejta për njeri degenerojnë gjatë rrugës pikërisht për shkak të metodave të gabuara që i ndjekin drejtuesit e tyre. Ne e kuptoj. Zoti Gasolli, faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, uroj ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim. Ishte kënaqësi edhe nga ana ime. Faleminderit edhe njërë, mbritëm fund programit Shtypi ditës dhe ju dhe për mëngjesin e kësaj të enjteje, vjonë me Report Televizion, mirë pas pak me Rrezet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm.